Në vitin 1999, NATO u vendos në Kosovë për të garantuar sigurinë në terren, pas një konflikti që kishte shembur rendin ekzistues. Në më shumë se 2 dekada, misioni u reduktua gradualisht, në linjë me normalizimin e situatës. Një reduktim i ri paralajmërohet për vitin e ardhshëm, por ndryshe nga më parë, ai vjen në një kohë pasigurish dhe debatësh për praninë amerikane. The US contribution to KFOR is important. Duke ngritur dilema për sigurinë në terren. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Prania ushtarake ndërkombëtare në Kosovë po hyn në një fazë të re, ku reduktimi paraqitet si reflektim i realitetit në terren. Zyrtarët flasin për stabilitet dhe vendime të maturuara, të mbështetura në vlerësime të vazhdueshme të sigurisë. Por në kohën kur balancat globale janë në lëvizje, edhe këto vendime marrin peshë tjetër. NATO-ja njoftoi më 12 qershor se gjatë vitit të ardhshëm do të bëjë një përshtatje graduale të pranisë së saj në Kosovë, duke reflektuar vlerësimin për një situatë të qëndrueshme të sigurisë në vend. Sipas komandantit suprem të forcave aleate në Evropë, Aleksus Grinkević, ky zhvillim lidhet me rritjen e kapaciteteve të institucioneve vendore të sigurisë, të cilat kanë krijuar hapësirë për zvogëlimin e misionit KFOR. Aleanca theksoi se ndryshimet do të jenë të kujdesshme në përputhje me kushtet në terren dhe të kthyeshme nëse situata e kërkon. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë për treguesit konkret në terren, një zyrtar i saj nuk dha detaje, duke u thirrur në natyrën konfidenciale të çështjeve operacionale dhe të inteligjencës, por nënvizoi se situata monitorohet vazhdimisht përmes mjeteve të ndryshme në mënyrë që misioni të mbetet i përshtatshëm dhe efektiv. Për sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, ky është një lajm i mirë. Kur shikojmë situatën e sigurisë në Kosovë, shohim se në përgjithësi vitin e kaluar ajo ka vazhduar të përmirësohet, prandaj është një lajm i mirë për Kosovën. Kjo është edhe arsyeja pse NATO-ja në janar ka ndaluar dislokimin e forcave rezervë në Kosovë, pas 2 vjetësh rotacionit të vazhdueshëm. Në analizën e ministrit kosovar të mbrojtjes Eyüp Maqedonci, tani në detyrë, shtrirja e rendit dhe ligjet në gjithë territorin e Kosovës ka qenë një nga faktorët kyç që sipas tij ka ndikuar në vlerësimin e NATO-s për situatën e sigurisë. Në 2-3 vjetët e fundit, autoritetet në Kosovë kanë mbyllur shumicën e institucioneve që funksiononin brenda sistemit të Serbisë, duke zgjeruar kontrollin e tyre në të gjithë vendin. Paralelisht në veri të Kosovës, ku një pjesë e madhe e popullsisë serbe vazhdon të mos i njohë institucionet e Prishtinës, autoritetet kanë marrë në kontroll disa objekte të cilat janë vënë në funksion për bizneset shqiptare. Maqedonci e interpreton këtë zhvillim si konsolidim të kontrollit institucional. Kosova ka përmirësime në aspektin e fushës së sigurisë, veçanërisht pas dëbimit të trupave terroriste, mund të themi aty në grupeve terroriste dhe kriminale që kanë operuar për shumë vite në veri të Kosovës dhe të cilat normalisht gjithmonë kanë qenë kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin e brendshëm të Kosovës, por edhe më gjerë. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë më 1999, veri u ishte vatër e vazhdueshme tensionesh me struktura paralele, barikade dhe përplasje të herpashershme mes banorëve lokal dhe forcave të rendit. Një nga incidentet më serioze ndodhi në maj të vitit 2023, kur 10 pjesëtar të KFOR-it u plagosën gjatë përleshjeve me protestues serb, të cilët kundërshtonin kryetarët shqiptar në 4 komunat veriore. Kjo situatë çoi në dërgimin e përforcimeve shtesë nga NATO-ja. Me mbi 4.600 trupa sot, KFOR-i pritet të reduktohet në rreth 3.500 sipas sekretarit Rute. Ndonse mbetet e paqartë se cilat kontingjente do të preken.
Radio Evropa e Lirë kërkoi shpjegime nga Italia, Shtetet e Bashkuara dhe Hungaria si 3 kontribueset më të mëdha në mision, por përgjigje mori vetëm nga Komanda Evropiane e Shteteve të Bashkuara, e cila paralajmëroi se kontributi amerikan do të përshtatet në përputhje me planin e NATO-s. Komanda Evropiane e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të bëjë një përshtatje të kontributit amerikan në KFOR në faza dhe të bazuar në vlerësim të rrezikut në përputhje me rishikimin udhëhequr nga Komanda Supreme e Forcave Aleate në Evropë. Prania amerikane në KFOR konsiderohet thelbësore pasi jep misionit peshë politike, kapacitete shtesë ushtarake dhe efekt të fortë parandalues. Ish ambasadori amerikan në NATO, Douglas Salute, i cili ka komanduar brigadën shumë komshe lindje në Kosovë në vitin 2002, beson se vendimi i Komandës Evropiane të SHBA-s është rezultati një vlerësimi të kujdesshëm të kushteve në terren dhe jo sinjal i tërheqjes. Sipas tij, KFOR-i mbetet një mision thellësisht shumë kombësh, ku balanca kontributeve mes SHBA-s dhe aleatëve evropianë është thelbësore për efektivitetin e tij. The U.S. has always been one of, as NATO says, one of the framework nations. SHBA-ja ka qenë gjithmonë, siç e thot edhe NATO-ja, një nga vendet kornizë në KFOR, që nga fillimi ajo ka ofruar kapacitete që të tjerët nuk mund t'i sigurojnë, si shërbime mjekësore të nivelit lartë dhe aftësi për lëvizje ajrore me helikopter. Prandaj kontributi amerikan në KFOR është i rëndësishëm, por jo i vetëm dhe as dominues. It's not US alone, and it's not US dominated. Aktualisht Shtetet e Bashkuara kanë rreth 590 ushtarë të dislokuar në kuadër të KFOR-it, një ulje ndjeshme krahasuar me mbi 5000 trupat e vendosura në vitin 1999, kur misioni u krijua pas përfundimit të luftës. Debati për rishikimin e mundshëm të kësaj pranie nisi qysh në fillim të vitit të kaluar, kur sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth gjatë një vizite në Varshavë paralajmëroi se prania ushtarake e SHBA-s në Evropë mund të rishikohet dhe eventualisht zvoglohet në varësi të prioriteteve strategjike dhe kërcënimeve globale. Dhe në fillim të majit, Pentagoni njoftoi tërheqjen e 5000 trupave amerikane nga Gjermania brenda 6 deri në 12 muajve të ardhshëm, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump nuk e përjashtoi as mundësinë e reduktimeve në Spanjë dhe Itali. Për ministrin në detyrë maqedonci, Policia e Kosovës dhe Forca e Sigurisë së Kosovës janë të mirë përgatitura për të garantuar sigurinë dhe për të mbrojtur çdo pjesë të territorit të vendit. Megjithatë, ai thekson se prania e amerikanëve në KFOR është jetike për paqen dhe sigurinë. Përveç KFOR-it, do të theksojmë që Forca e Sigurisë Kosovës, Ministria e Mbrojtjes ka shumë bashkëpunim, ka shumë prezencë amerikane brenda raporteve tona, aktiviteteve tona, punëve tona të përditshme, mirë po megjithatë edhe prezenca në KFOR është e domosdoshme. Në këtë rrjedhë ngjarjesh debati nuk mund të ndahet as nga një kufizim i vjetër politik që ende përcakton rolin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në veri. Ai buron nga një zotim i vitit 2013 i formalizuar atkohën nga kryeministri Hashim Thaçi përmes një letre dërguar NATO-s, sipas të cilit dislokimi i FSK-s në veri mund të bëhet vetëm me pëlqimin paraprak të KFOR-it. Po, si mund të ndikojë reduktimi paralajmëruar i KFOR-it këtë situatë? Maqedonci vlerëson se ky zotim nuk është dashur të bëhet, duke argumentuar se FSK-ja me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës ka mandat të veprojë në të gjithë territorin e vendit. Sipas tij, kjo çështje duhet të diskutohet me NATO. Për ne është e rëndësishme që të koordinojmë që çdo pjesë e Kosovës të ketë siguri dhe normalisht që unë besoj që jo vetëm për çështjen e veriut, por me NATO duhet të diskutojmë për shumë çështje tjera që ndërlidhen me bartjen graduale të kompetencave të Forca e Sigurisë së Kosovës në aspektin e mbrojtjes. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse reduktimi i paralajmëruar i KFOR-it ndryshon mënyrën e koordinimit me institucionet e sigurisë në Kosovë, një zyrtar i NATO-s tha se procesi i optimizimit nuk prek marrëveshjet ekzistuese të bashkëpunimit me autoritetet vendore. Ai shtoi se dislokimi i FSK-s në veri mbetet i kushtëzuar nga marrëveshjet aktuale dhe miratimi i komandantit të KFOR-it.
e KFOR-i nuk ju përgjigj kërkesës Radios Evropa e Lirë për koment. Lidhur me këtë çështje, generali i pensionuar amerikan Douglas Lute thotë se NATO-ja dhe autoritetet e Kosovës janë në pozicionin më të mirë për të gjykuar nëse marrëveshja ka ende kuptim ose jo. But what I have confidence in is that Kam besim se komanda e NATO-s në Prishtinë po e ndjek nga afër situatën në bashkëpunim me autoritetet e Kosovës dhe KFOR-i nuk ka gjasa të marrë përsipër rreziqe të panevojshme. likely to take undue risk. Lute shton se në këtë fazë prioriteti kryesor i Kosovës duhet të jetë politik e jo ushtarak. Ai thekson nevojën për formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse që përfaqëson të gjithë qytetarët e Kosovës, duke lidhur këtë edhe me qëllimin fillestar të KFOR-it dhe rezolutës 1244 të OKB-s për një Kosovë ku sundon rendi, ligji dhe bashkëjetesa ndëretnike. The politics in Kosovo today. Sot në Kosovë, politika ka më shumë peshë se siguria. Gjendja e sigurisë është e mjaftueshme për të mundësuar përparim politik. Prandaj pritet që pas zgjedhjeve të fundit, parlamenti dhe qeveria të punojnë së bashku për ta çuar vendin përpara. Është koha për përparim politik. It's time to make political progress. Pavarësisht se Kosova e sheh Serbinë si rrezikun kryesor për sigurinë, një perceptim i ushqyer edhe nga incidente si ai në Banjsk, Lute nuk sheh asnjë skenar të afërt për ndërhyrje ushtarake. Përkundrazi ai e zhvendos debatin larg kufive dhe e sjell brenda shtetit, sidomos te forcimi i sundimit të ligjit dhe qeverisja. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për të rejat e fundit, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropailir.org, si dhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkëtakohemi të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.